Do diskutojmë tani në lidhje me deklaratën individuale të ardhurave vjetore, që ndryshe njihet si diva dhe afati i fundit ishte data 1 prill për shkak se fundjava dhe hëna rastisën pushim u shty edhe me një ditë. Do diskutojmë më gjërësisht me zotin Edvin Stefani, ekspert taksash pedagog. Zotin Stefani, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesë. Bilanci ishte pozitiv i atyre që plotësuan divan? Kam përshtypjen që njerëzit që kanë pasur për herë të parë e kanë përjetuar si një proces më shumë të përfolur se sa problematik. Po. Në sensin që mbasi ti e realizon deklaratën personalisht, nuk shef që nuk se ka ndonjë evidentim të madh dhe ja vlen, sidomos për një të punësuar, ja vlen që të hyet dhe të bëhet kjo lloj deklarate, sepse ka vlera të përputhshmërisë me ligjin, problemet janë shumë... Por ka edhe përfitime njëkohësisht, ato që kemi diskutuar edhe në intervistat e kaluara, përfitimet ose zbritjet që mund kërkohen, mund pretendohen në 2026. Sigurisht, por keni parasysh që përfitimet janë edhe pak më të gjëra. Përfitimet janë edhe për shembull në sensin që në qoftë se dikush një individ nga këta që deklarojnë duhet të bëj, do të hapi një biznes dhe do të krijoj një SHPK për shembull dhe do të investoj, administrata i kërkon gjithmonë origjinën e parave. Dhe kjo është shumë e thjeshtë gjithmonë nëse autoritetet aty i kanë gjitha dhënat dhe në momentin që dikush vendos të hapë një biznes, i ka gjitha dhënat aty. Do më thënë, administrata kërkon nga origjinën e paras. Dhe origjina e paras është shumë e rëndësishme të justifikohet përmes këtyre deklaratave, të kërkohen këto lloj deklaratash. Pra nuk mund të thuash që kur ti hap një biznes, nga i ke gjetë parat dhe të thuash që shikoni kanë pasur parat mia, ty të kërkon këtë gjë. Edhe bankat në dhënien e kredive të ndryshme qasen ndryshe ndaj personave të cilët kanë realizuar deklarime të tilla. Pra, përveç detyrimit për zbatuar ligjin, përveç detyrimit për zbatuar ligjin dhe që është detyrim, kemi edhe atë përfitimin që kemi që në të ardhmen ke mundësi për të marrë kredi, për të zhvilluar aktivitete biznesi dhe i legalizuar. Në 2026-ën, realisht mendoni se do të aplikojnë edhe ato zbritje tatimore që parashikohen në ligj? Shpenzimet për fëmijë, për ato klasat ishin që në këtë formular? Kam përshtypjen që ashtu siç është ligji në këtë moment, këto lehtësira do të zbatohen. Në qoftë se do të flasim për të ardhmen, kam përshtypjen që kjo do të zbatohet pasi janë zbritje tatimore të pranueshme, janë zbritje tatimore të cilat sigurojnë një lehtësim në përdorim. Dhe besoj se këto do të mbeten, ndonse unë e kam theksuar që mendoj që duhet të zgjerohen. Unë jam për një sistem... Duhet të zgjerohen zbritjet tatimore? Po, imagjinoni për shembull se çfarë ndodh me sistemin arsimor privat në këtë moment. Sistemi arsimor privat do të kuptojë rrugës që individët të cilët kanë sjell fëmijët për të shkolluar do të bëjnë deklaratën dhe nëse administrata do të vjen për kontroll, ai do të marrë vesh që filan institucion privat ka përfituar këtë sasi të caktuar lekësh. Deklarata nuk e tregon vetë se kush është, por kjo konstatohet përmes një kontrolli tatimor. Dhe kjo mjafton që të rritet niveli i deklarimit të gjithë këtyre institucioneve private. Dhe kjo është një stimul shumë për rritjen e bazës së tatueshme. Por nëse ne e zgjerojmë bazën e tatueshme në përçështje, pra duke zgjeruar tipet e zbritjeve, atëherë çdo gjë është e rëndësishme dhe ekstremi, dua të them që është ekstrem pasi nuk para zbatohet, është që nëse ne i japim një individi mundësinë që të zbresë dhe shpenzimet e ushqimeve, imagjinoni që çfarë do të ndodh, do të kemi një ushtri të tërë pafund deklarues. Personazh të cilët ndjekin lëshimin e faturës.
me kartën ID, sepse kjo, jo, s'ke nevoja sa deklaror, sepse sistemi është ndërtuar në mënyrë të tillë që mjafton që ti kur shkon blen në një supermarket atë fut ID-n tënde, automatikisht fatura të shkon ty. Fatura shkon dhe shkon në mënyrë elektronike, nuk ke nevojë as të bësh ti ti mbledhësh faturat e tjera. Kam përshtypjen këto nuk i din njerëzit. Nuk i din sepse edhe mbase nuk është bërë një fushat. Njerëzit nuk kanë, mund të thosha që njerëzit në këtë moment nuk kam se ta dim, sepse kjo është një ide imja dhe nuk është në ligj. Njerëzit do ta marrin vesh nëse kjo vendoset në ligj, nëse zbatohet në ligj. Megjithatë, me sa di unë, shumica e vendeve të botës nuk e kanë zbatuar një gjë të tillë dhe kjo flet për shumë ngjashmëri midis sistemeve fiskale në këtë aspekt. Ndërkohë, referuar shifrave, zoti Stefani, kanë qenë 143.369 individ që duhet të deklaronin dhe kanë plotësuar 127.381 individ. Shifra është rreth 90% deklarues. Janë të kënaqshme? 2024 është edhe krahasimi me 2023-shin. Dhe diferenca është e jashtëzakonshme pikërisht për shkak të uljes së kufirit për deklaruar. Po pra, duhet kemi parasysh që kur flasim për përqindje, në të tilla raste, jemi duke e reduktuar pikërisht pra këtë sens duhet të jap që në të tilla raste është më mirë të flasim për vlera absolute pasi diskutimi me përqindje është reduktues për rëndësinë e çështjes. Kjo do të thotë që ne duhet të flasim për faktin që rreth 16.000 individ do të marrin janë në mos përputhshmëri me ligjin, rreth 16.000 individ do të marrin njoftim nga administrata tatimore për faktin që nuk kanë bërë deklaratën dhe do të marrin penalitetet e mundshme. Pra ata nuk kanë më paralajmërim plotësojeni, është njoftohen për gjë. Jo, ka kaluar afati, nuk maksimumi do të vi një njoftim, se ka ndodhur edhe në të kaluar, si shikoni edhe në 2023-shin, që ju nuk keni bërë deklaratën dhe eventualisht njoftimi vjen për të njoftuar për penalitetin. Dhe në fund të njoftimit jepet edhe informacioni që ju mund të jeni mund të jeni futur në sistemin e riskut për rivlerësime të mundshme. Dhe administrata tatimore është duke krijuar një sektor të veçantë i cili do të merret me këtë çështje. Pra, po jepet një rëndësi të madhe divës. Kështu që do të kemi në atë realitetin ton përveç kontrolleve të zakonshme tatimore do të fillojnë të shfaqen këto kontrollet e individëve, pra administrata që kontrollon individët. Meqense ishte hera e parë, mendoni se hera e parë si për administratën me këtë kufi, ashtu dhe për individët që u përfshin në këtë deklarim. Mendoni se për shkak të vështirësive, për shkak edhe dyshimeve që kishin njerëzit, si hera e parë, mund të ketë tolerime dhe 2026 do të jetë patjetër ndryshe? Unë jam një person me bindje që ligji duhet zbatuar ashtu siç është. Pavarësisht se është hera e parë. Dhe ligji për procedurat tatimore nuk parashikon një gjë të tillë. Çdo lloj favorizimi për persona të cilët nuk e bëjnë këtë gjë, në pamje të parë duket sikur ndihmon procesin, por t'jeni sigurt që e vështirëson atë, sepse në të ardhmen këta individ, pra nuk bëhet fjalë për një biznes, i cili ka ekonomistë e tjerë, bëhet fjalë për individ të cilët e kanë lehtësisht të idenë që duhet të falet ky penalitet dhe s'po e bëjmë këtë gjë. Pra, në një farë mënyrë kjo lloj politike e faljes, pra nuk duhet të ndodhë, sepse bën më shumë dëm se sa përmirëson. Për më tepër që detyrimi tatimor 3.000 lekë të reja nuk është, të paktën në perceptimin tim, nuk është i rëndësishëm për t'u falur. Pra nuk është se ti po vendos një penalitet për shembull në një vlerë të konsiderueshme dhe kjo do të shkaktonte probleme sociale. Penaliteti është thuajse simbolik. 3.000 lekë, po. Thuajse simbolik. Pse mendoni se është ulur penaliteti? Ishte 5.000 lekë nëse nuk gabojmë në vitin e kaluar në 2023-shin. Për ata që nuk deklaronin, ul në 3.000 lekë. Sepse disa njerëz për shkak neglizhencës, mbas edhe për shkak që ras serveri 2 apo 3 orë,
thonë po paguaj gjobën dhe... Kjo, unë e lexoj mirë ligjin e procedurave tatimore dhe kjo ka ardhur se rezultati një pakete uljeje të disa prej penaliteteve. Domethënë, nuk është se ka ardhur si qëllim vetvete, ka ardhur si pjesë e një pakete totale, e cila ka ndryshuar për shembull faktin që nëse vjen hetimi tatimor, janë bërë disa ndryshime për penalitetet dhe mundësinë e administratës për të rivlerësuar detyrimin tatimor për 3 muajt e fundit nëse të kapet një penalitet për lëshim e faturës. Ka qenë pjesë e paketës, dua të them. Nuk dua ty mend në detaje. Pra, nuk është se ka qenë një ulje e cila është bërë vetëm për këtë qëllim në një gazetë zyrtare e promovuar për këtë qëllim. Kështu që ulje të tilla kanë gjithmonë sensin e diferencimit dhe favorizimit të një individi, pasi zakonisht individët të cilët nuk bëjnë deklarata nuk kanë si qëllim bërjen e një evazioni, pasi t'jeni sigur që të gjithë këta që kanë deklaruar, sistemi është ndërtuar në mënyrë të tillë që ty ta merr tatimin paraprakisht, është thjesht procedurë. Dhe normalisht unë hipotetizoj që kjo ka qenë arsyeja për uljen e këtij lloji penaliteti, pasi nuk i referohet një personi që do të bëjë evazion, një entiteti që do të bëjë evazion, por i referohet një individi i cili për një arsye të në neglizhencës bën këtë gjë dhe neglizhenca ndryshon nga qëllimet për evazion në trajtimin tatimor. Ky është një version i ngjarjesë. Ndërkohë, sërish zoti Stefani, për sa i përket kësaj kulturës për deklaruar të ardhurat, ligji gjithashtu parashikon edhe zbritje tatimore. Këtë vit nuk u zbatua sepse nuk e parashikonte ligji apo kishte arsye të tjera dhe mendoni se në 2026 realisht do të funksionojë, do zbatohet? Mendoj që do të zbatohet zbritjen tatimore, sepse është një ndër zbritjet për mendimin tim më të mira që kanë ardhur ndonjëherë, ndër zbritjet më të lehta për t'u bërë dhe si e tillë ka për të qëndruar. Nuk besoj se asnjë administrat do të vendosi që për shembull të heqi 48.000 lekëshin për fëmijët 9-18 vjeç. Pasi në vetvete çështja është shumë sociale dhe nuk është se ka të bëjë me siç ishte për shembull interesi për shkollimin e fëmijëve. Interesi për shkollimin e fëmijëve ishte diçka shumë e rrallë në masivitetin e saj, ndërkohë që fëmijët 18 vjeç ka një aspekt social përtej që del përtej taksimit. Gjithsesi, për sa i përket formës, si do të bëhet ajo? Nëse keni informacion apo edhe një mendim se si është forma më e mirë për ta bërë këtë zbritje. Mund të jetë kompensim, mund të jetë zbritje? Le të themi si është aktualisht. Aktualisht është në nivelin e bazës së tatueshme. Çfarë do të thotë që në qoftë se unë kam deklaruar një sasi të caktuar page, më llogaritet një detyrimi i caktuar tatimor dhe eventualisht zbritet tatimi që është mbajtur në burim. Kjo është ngjarje të cilën nuk bëj asnjë zbritje tatimore dhe tatimi llogaritur dhe i kredituar është i barabartë. Në momentin që u bë zbritjen tatimore, 48.000 lekë që referohet në fakt vlerës së bazës së tatueshme, do të thotë që zbritja në vetvete detyrimi tatimor i përfituar është në pjesën më të madhe të rasteve 13% herë 48.000 lekë. Kjo do të thotë që zbritja tatimore funksionon në nivel bazë të tatueshme. Dhe zbritjet tatimore në nivel bazë të tatueshme janë në fakt më afër ngjarjes ekonomike. Pra, nëse ne diskutojmë të ardhurat dhe shpenzime, zbritja tatimore i referohet ngjarjeve ekonomike të ndryshme. Për shembull, unë nëse jam një tatimpagues i cili jam në segmentin 13%, përfitimin do ta kem 13% të vlerës. Por nëse unë jam një tatimpagues i lartë, i cili jam në segmentin 23%, unë do ta kem zbritje 23% për 48.000 lekëshin. Çfarë do thotë? Do thotë që kalimi i zbritjeve në nivel shpenzimesh i përshtatet më shumë rastit, sesa zbritjet në nivel tatimi. Për shembull, nuk e për të paguar kaq tatim. Nuk e për të paguar kaq tatim, politika është më pak fleksibile, është më jashtë rastit, më formale dhe më pak efektive, do të thosha. Pra zbritja, zoti Stefani, për ta kuptuar, nuk do të jetë 48.000 lekë për fëmijë, por do të jetë vlera e tatueshme në raport me 48.000 lekë herë 13% për një person i cili ka të ardhurat mujore, i ka 200.000 lekë të reja,
deri në 200.000 lekë të reja, të ardhurat mujore bruto, ai do të përfitojë 13% zbritje. Por nëse ai ka kaluar tek 23%, pra ka pagat e larta, dhe i vendos këtë bazë të tatueshme, eventualisht zbritja redukton vlerën totale dhe eventualisht zbritja ka efekte 23%. Sepse aq tatohet. Pra kjo është koncepti i zbritjes. Pra unë të jap ty mundësi për të zbritur, por e diversifikoj sipas rasteve. Në qoftë se prek pjesën e shpenzimeve, në qoftë se prek pjesën e tatimit, pastaj është një zbritje më pak sipas rastit dhe më pak një politikë më pak efektive. Zoti Stefani, supozojmë që një individ ka të ardhura mujore bruto poshtë nivelit ose vjetore poshtë nivelit të 1.2 milion lekëve apo 100.000 lekëve në muaj poshtë niveli, që do thotë nuk duhet ta plotësoj divan. Por ai, a mundet kërkoj zbritje? Sigurisht. Por duhet ta plotësoj divan patjetër pavarësisht se nuk e kalon. Sigurisht. Një person, edhe kjo është shumë e saktë, në vërtetë shumë e saktë, sepse shumë individ pyesen që unë nuk e kam detyrim për të paguar, si mund të përfitoj këto zbritje. Duhet ta plotësosh fillimisht. Por çfarë ndodh? Ju keni të drejtë të plotësoni deklaratën edhe nëse nuk i kapni të ardhurët e 1.2 milion lekësh. Dhe kjo rrit mundësinë që dhe ne shumë mirë që ju e trajtoni që edhe këta individ kanë të drejtë për ta bërë deklaratën, duhet ta bëjnë deklaratën dhe duhet përfitojnë zbritjen tatimore. Tani, rasti ekstrem është në të cilin kemi të bëjmë që s'parandodh me individi i cili nuk ka mbajtur asnjë tatim të mundshëm dhe pra i ka pagën 50.000 lekë në muaj dhe shkon 600.000 lekë, por këto janë ngjarje tepër të veçanta, megjithatë mund të ndodhin dhe këto janë ngjarje të cilat ka një mungesë të trajtimit tatimor të specifikimit në legjislacion se cili do të jetë përfitimi tatimor. Një personi i cili ka fëmijë dhe ka 50.000 lekë do t'i kthehet çfarë tatimi do t'i kthehet, sepse bëhet fjalë për tatimin e paguar. Megjithatë, në këtë moment jemi duke spekuluar për atë se si mund të ndodhi. Ligji nuk e shpreh një gjë të tillë për këta individët të cilët marrin paga deri në 50.000 lekë në muaj dhe që mund të ketë dy fëmijë për të bërë zbritjen tatimore. Si do të trajtohet ky lloj rasti? Kam shtypjen duhet të parashikohet. Ndoshta në udhëzimet e ardhshme mund të specifikohen këto gjëra, sepse kuptohet që zakonisht ndërtimi i një ligji në hapat e tij të parë trajtojë një pjesë të ngjarjeve të mundshme të realitetit, ndërkohë që duhet ta diversifikojnë dhe kjo gjë faktikisht është një emet e zakonshme të gjithë ligjeve, jo vetëm ligjeve shqiptare, sepse jeni sigurt që çështja e gabueshmërisë të ligjit është në të gjithë ligjet në botë etj. Dhe ku mund gjenden hapësira. Dhe për ta mbyllur, Zoti Stefani, në këndvështrimin tuaj është e rënd bara e tatimeve dhe taksave mbi pagën e një shqiptari? 23% është i lartë, duhet ta pranojmë. Megjithatë ai prek pjesën e lartë të pagave. Megjithatë duhet të pranoj se çfarë quhet e lartë. Pra, për dikë që merr 250.000 lekë të reja, me kalimin e kohës është ambientuar me këtë lloj 250.000 lekësh dhe nuk i duket më e lartë paga. Një ndër problemet kryesore që ka ndodhur zakonisht për shembull në Amerikë dhe presupozohet që ka ndodhur me krizën e 2008 është problemi agent principal ku këta drejtuesit e korporata merrnin edhe nga 1 milion euro shpërblim dhe përsëri quheshe diçka normale. Kështu që duhet të jemi të saktë në atë gjë që 23% vlerësimet e mia janë personale, janë subjektive, megjithatë 23% që mbetet në përgjithësi një detyrim tatimor i lartë për këto pagat e larta. Ndoshta pak më i vogël. Po gjithmonë është pasur synimi i barazimit të këtij koncepti, se është mbledhur ajo 15% me 8%, dhe interesante është se në fakt po ti mbledhësh bashk 15 tatim fitimi dhe 8 dividend. Po ka interesante se kur mbledh 15% me 8%, në fakt nuk japin 23%, po japin 21%, sepse 8% është ndaj 85% që të mbetur, kështu që është 21%. Kështu që në kushte që ne kemi ndërmend që ti barazojmë këto gjëra, një zbritje nga 23% ndoshta në 20% ose 21% është e detyrueshme, përtej pasaj është një prirje që duhet bërë për mendimin tim, sepse duhet jetë në nivelin e 15%. Nëse një individ, Zoti Stefani, për shembull, ka 2 punë,
tek njëra merë 120.000 lekë të reja dhe të tjetra po 120. Të dyja e kalojnë 200.000 lekshin. A i si datohet? Bashkojnë dyja dhe datohet 23%? Atëherë, formula funksionon në këtë mënyrë që ju keni një zbritje, ju gëzoni një zbritje tatimore për pagat e larta deri në 30.000 lekë të reja, gjë që do të thotë që në qoftë se shuma totale të ardhurave është 200.000 lekë, juve taksoheni me 13%, sepse 13% që është për 170.000 lekë të reja, pra 200.000 minus 30, 170.000. Dhe çdo gjë që është përtej kësaj shifre është me 23%. Pra, le të themi shtohet 10% mbi një person të dy punësuar, i cili është taksuar tashmë me 13% dhe nuk ka të drejtë të taksohet me 13% sepse kalon në skedulën lartë të ardhurave dhe për pjesën që kalon, tatimi bëhet nga 13% në 23%, pra i shtohet një 10% që tatim. Dhe kjo është diçka që njihet në literaturën botërore si një taksim progresiv mbi shumat globale të ardhurave, që është një procedurë thuajse klasike në këndvështrimin e taksës progresive. Zoti Stefani, ju falenderoj si gjithmonë për gjitha sarimet që sillni në studion e televizionit Skan. Faleminderit.